këtu mas krejt këtyne punve, unë edhe si inxhinier i pa ta notat okej. S'ka qenë notat më të mira, po anash bëjsha shumë punë, edhe fakulteti vendosi, unë me dhonë fjalimin... Ti vazhdojshe mu marrë me zemrën, ma shumë? Po, krejt me zemrën, edhe në krejt me zemrën së ndalësha, edhe për Kosovën me promovu edhe krejt këto, edhe mandi që ka ndodhi fakulteti, po më thirë, tha mentor, tha natë kena ty folës për mbylljen e vitit, në ceremoninë e graduimit të kësaj, ti kime bo foljen edhe kime marrë 2 çmime. Si studenti ma i mirë i fakultetit inxhinieris, edhe studenti ma i mirë i gjithë fakultetit. Edhe më thash, wow, edhe në thash... Unë? Po, edhe unë edhe thash, kom folë aty, janë një stadion me 50.000 veta. Po, për 200.000? Po, me prende, kështu e që aty e kom dha një fjalim edhe ka qenë një boost i madh për mu, në qatë ko ka pas edhe media në Kosovë. Fola, tregova qysh edhe e akom nis me qëtë punë, se nëse e këshyrim na me mikroskop, e këshyrim një molekullë ose një atom. Ajo i bjen që një grup i atomeve pe këshyr një atom, se edhe trupi është me atome. Një grup shumë i madhë. Shumë i madhë, edhe po diqysh është i menqëm. Edhe thash, na qëfar mrekulli është me qenë gjallë, na si inxhiniera kena maru anije me shkun hanë, kena maru tyli farë teknologjie, po halos jena mësu me jetu si vlezën e motra në këtë tokë. Që kjo ka qenë mesazhi jam që mi ftu krejt ata studentat që me përdor inteligjencën edhe kohën e tyne për me kriju diçka që i bën njerëz bashk, që i çon njerëzimin përpara. Kjo ka qenë mesazhi jam edhe shumë njerëz e kanë pëlqyer edhe mediat këtu në Kosovë ja kanë nisë me postu, edhe që ajo më ka ndihmu shumë si platformë kur kom ardhë me bo video edhe kom bo plot sen edhe për jashtit, kom kontribu këtu aty këto. Pra, moment i rëndësishëm. Po. Për te kësaj që shihet në foto, Po. backstage i kësaj fotografie, si ndihesh e ti? Po tash, kjo ke, si me thonë, për njerëz tjerë, unë e po ta suksesin ma të madh njëta, po një vit para kësaj mu më kishë ndru motra jetë. Edhe ka ndru 31 vjeqare, për kërkohi tiq, edhe kjo nga ka qitë krejt 2 guj, edhe këtu, edhe pse po do këtë që jo shumë sukses, mrena meje, kom pas shumë angst, edhe kom pas një farë normale, edhe normale është kjo kur e hub dikon afer jetës, po e kom pas një rëndësi mrena në zemër që më dhimke. Edhe në zdisha pse dhe qka me bo për këtë punë, që ajo ka qenë moment shumë e rëndësi për mu se e kom pas që suksesi, edhe jashtë mi pas paret, mi pas krejtë kur mrena si e mirë, pa di hava. Që aty e kom kuptu që suksesin minjekun e senet materiale jashtë meje, është humbje kohë, është me rëndësi me këshyr me kriju gjendjen mrena, mendësin, zemrën që me mujt me jetu